Jam një murgesh katolike, si që Shqipëri, por mbi të gjitha dua t'ju them gjithë shqiptarëve që kanë pyetje në mendjet e tyre pse një murgesh merr pjesë në protestë. Së pari jam një qytetare si të gjithë ju dhe të gjithë neve kemi të drejtën të dalim në shesh. Kur po vija këtu po mendoja çfarë të themje, sepse jemi të dëshpëruar nga dhimbja e përditshme. Unë nuk jam këtu për t'i dhënë mesazhe Edi Ramës apo Sali Berishës, por të gjithë atyre që mbartin me nder emrin politikan. Kemi ardhur me 2 pankarta që të dëshiroj t'i lexoj t'i ndaj me juve. Sot në këtë ditë shpresa po lulëzon, sepse shqiptarët në fund nuk janë më spektatorë, por janë aktorë të një realiteti. Shpresa po lulëzon. Pankarta e 2 që kemi sjellur me vete, nuk jemi mirë nëse nuk jemi mirë të gjithë. Të gjithë. Lutja që i bëj Zotit shpesh herë në zemrën time, faleminderit Zot që prindit e mi nuk sëmuren, sepse në veriun e Shqipërisë mjafton një sëmundje dhe ne jemi për tokë. Mesazhi i dytë që dëshiroj të ndaj me juve. Veriu i Shqipërisë krenohet dhe gëzohet akoma sot me 2 gjëra që politika ndër vite ka bërë: rruga e Kombit dhe disa fshatra turistik. Mjafton që ne të kënaqemi me këto 2 gjëra në 36 vite. Është turp për të gjithë. Turp. Vërtet turp. Gjëja tjetër që dëshiroj të ndaj me juve, pasuritë natyrore Zoti na i ka dhënë për të gjithë, në të mirën e të gjithëve, jo për shfrytëzimin dhe për pasurimin e dikujt. Pasuritë janë dhuratë e Zotit për të gjithë ne të dashur politikan. Nuk janë vetëm për lumturinë dhe gëzimin e familjeve të juaja. Dëshiroj të falenderoj nga zemra të gjithë juve që jeni këtu sonte. Ne jemi shumë të lumtura kur po mendojmë sepse Shqipëria po ndryshon, sepse ne kemi vendosur që ndryshojmë. Faleminderit o Zot për këtë popull bukur shqiptar. Faleminderit o Zot për çdo vëlla musliman, katolik që beson në të mirën.